rrjetet sociale e kanë bërë ato të vetën edhe se cili po nuk po është nevojshme një televizion me shpërnda patjetër një video që me marrë home, po mjafton një person i thjesht, ndoshta një profil fake që me shpërnda edhe me marrë dhen ajo video. Media gjithmonë janë kanë tetura për ndryshe në aspektin e zbulimit të informacioneve. Duhet me pas një limit të caktun se ndoshta edhe unë si një nën e kuptoj dëshirën e medjave që më shkru rreth familjes, por në momentin që involvohen shumë çështje të rënda përmes titujve, a duhet me patjetër portalet të shfrytëzojnë një portret familjar me fëmijë në të? Jo, absolut nuk pajtohem me këto. Sigurisht që edhe në gazetaria ekziston etika edhe morali i medias, po janë qasje redaksionale, se faktikisht nuk është që unë shkruaj vazhdimisht për këto çështje, sepse kudo në cilën do media me shkuti prap se prap kërkohet, ndoshta të hulumtohet në aspektin personal, privat të individëve publik, se që ajo është informacioni që ti duhet me posedu i pari, nuk po them që është as pak e mirë. Por pse sot po publikon ma shumë prej rrjeteve sociale dhe për personave të tjerë, është mëse evidente, po besoj. Nuk është shpik gazetaria rozë në Kosovë, as në rajon, është shpik dhe ekziston prej shumë vitesh për të bërë pikrisht këtë, që sot quhet senzacion. Unë besoj që edhe prekja ka pak në jetën duhet fillojmë të ndryshoj, sepse jashtë kemi shumë paparazzi që ende sot nuk kanë zbulu portretet e personazheve publike që sa herë do që i kanë taku në rrugë, ja kanë bu ftyrën blorë. Këto në asë një kompromis nuk një gazetarët me punë. Nuk e di që ka media shqiptare që ka pliku paparacin për të hyrë dikujnë shpe dhe për të zbulu portretin familjar në mënyrë të ndryshme. Nëse portretet familjare ekspozohen në rrjetet sociale, media do të ketë akses, siç do të kenë akses edhe krejt ndjekësit e akterit që është atakuar. Ka shumë personazhe të cilat ju kanë zbulu portretet vetë mediat. Kemi rastin e Marina Vjocës e Getit nuk e kanë zbulu deri në moshën mund t'i drejtojnë organeve të drejtësisë si që kanë bërë. Unë për shembull kam rastin me Aurora Susurin, të cilës media ku punoj, ja ka zbulu portretin familjar, pa dashjen e saj, pa publikimin e saj, dhe po ajo ka qenë gati për të deponuar një padi që është krejt e drejt, kur ajo nuk ka dhënë material për publikim, kur ajo e ka mbrojtur në mënyrë hermetike privatësinë e saj dhe portretin e familjes, dhe dikush e ka nxjerr pa dashje, pëlqim dhe pa prezencë në botën virtuale, atëherë janë organet të drejtësisë dhe le të deponojmë padi. Po, këto padi nuk po bëhen shpesh edhe nuk po bëhen se kozgjatja atyre është 6-7 vite. Ne nuk mund ta ndrojmë tash kalvarin edhe atë se si po që kjo nëse këtu kishin qenë më të shpejta, të garantoj që sot kishe pas megjithatë duhet me tonë elita që media është vedisu shumë dhe po prek shumë pak se çka prek kur dikur në privatësinë e njerëzve, duke u vetdisuar dhe duke pas gjithashtu një kontroll të brendshme dhe të jashtme në çdo redaksi, sepse sot vërtet nëse shkelet privatësia dhunshëm, edhe ne kemi një kontroller i cili